një nga votimet më të rëndësishme të viteve të fundit. Më 14 qershor, qytetarët do të vendosin në një referendum nëse vendi duhet të vendosë një kufi maksimal për rreth 10 milion banorësh. Nisma, e promovuar nga Partia Popullore Zvicerane, po cilësohet nga disa analistë si një lloj Brexiti zviceran për shkak të ndikimit që mund të ketë në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe në ekonominë e vendit. Mbështetësit e referendumit argumentojnë se rritja e vazhdueshme e popullsisë po ushtron presion mbi infrastrukturën, transportin publik, tregun e banesave dhe shërbimet publike. Ata thonë se Zvicra duhet të ruajë cilësinë e jetës dhe të kufizojë ritmin e emigracionit. Nga ana tjetër, bizneset dhe ekonomistët shprehen shqetësime serioze për pasojat e mundshme. Sipas tyre, ekonomia zvicerane varet në masë të madhe nga punëtorë të huaj, veçanërisht në sektorë si hoteleria, shëndetësia, teknologjia dhe industria. Shumë kompani të mëdha kanë dalë publikisht kundër kësaj nisme. Gjigant ekonomik si Nestle, ABB, Roche dhe Novartis paralajmërojnë se kufizimi i imigracionit mund të dëmtojë konkurrueshmërinë e vendit. Sipas të dhënave zyrtare, popullsia e Zvicrës ka arritur në 9.1 milion banor në fund të vitit 2025, krahasuar me 7.3 milion në vitin 2002, kur hyri në fuqi lëvizja e lirë e qytetarëve mes Zvicrës dhe Bashkimit Evropian. Aktualisht, të huajt përbëjnë afërsisht 28% të popullsisë së vendit. Sondazhet e fundit tregojnë një garë të ngushtë, me 47% të votuesve në favor të kufizimit dhe 52% kundër tij. Rezultati i referendumit pritet të ketë ndikim jo vetëm për Zvicrën, por edhe për debatin më të gjerë evropian mbi emigracionin, tregun e punës dhe identitetin kombëtar, në një kohë kur partitë e djata po fitojnë terren në shumë vende të kontinentit.